tani le të kalojmë menjëherë pa ndërprerje publicitare, le të kalojmë menjëherë tek tematika e dyta për cilën po diskutohet gjëre gjatë sot mes nutricionistëve, dietologëve, njerëzit të thjesht nuk e di sa e kanë arritur ta kapin dhe ta përthithin këtë informacion që është shpërndar gjithandej, teksa është prezantuar piramida e re ushqimore amerikane dhe këtu në ledullin ton kemi piramidën e vjetër të 92-shit, të ndarë më pas në mes me piramidën e 2026 dhe 2030-s, publiku mund ta shohë, një përmbysje e piramidës. Dikush e ka quajtur Altin pranimi një gabimi historik, reflektim të vonuar apo fitore të shkencës. Pra, kur piramida ushqimore e re vë prioritet proteinat, yndyrnat e shëndetshme dhe ushqimet e vërteta. Si të ka ardhur ky informacion? Unë të kam dëgjuar edhe në rrjetet sociale, ku ti ke thënë në radhë të parë që ne nuk kemi nevojë për një piramidë ushqimore. Pse? Po. Shiko, unë nuk kam qenë asnjëherë, është vërtet, nuk e kam planuar dhe nuk kam njohur ndonjëherë asnjë piramidë ushqimore, sepse ato janë shumë të ndryshme në botë. Ne i fokusohemi vetëm te amerikanët. Po për shembull, nordikët, Suedia, duke bashkuar me pjesën nordike, nuk kanë pasur piramida ushqimore. Janë të ndërtuar në pjata. Kanë pjatën e ndarë në 7 segment kryesor, që nga vitet 80-90. Në Azi kemi ndryshe, dietën mediteranea e kemi ndryshe, në Francë është ndryshe dhe nuk kanë pasur. Australia ka hequr rreth viteve 1190-2000 piramidat. Pra, kjo është vetëm në funksion ndoshta të amerikanëve, po përsëri pak. Sa të rëndësishme kanë qenë piramidat dhe a jemi ushqyer ne sipas piramidave kemi ndikuar në reale? Absolutisht jo. Përsëri popullata nuk i ka dëgjuar dhe piramidën e vjetër. Dhe piramida e vjetër e vitit 1992, që kanë qenë më e forta se ajo është rikuperuar në 2011, 2014, 2020 në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë krijuar ata një pjatë kryesore me nëndarje, me ngjyra. Përsëri nuk ka qenë shumë e suksesshme se njerëzit nuk kanë ecur në bazë të kësaj lloj piramide. Pra, në ana tjetër nuk mund të gjykoj dot të shkuarën me standardet e sotme, se 90-ta me këtë jemi jashtëzakonisht larg. Po gjithsesi orientonin industrinë ushqimore një piramidë, për shembull ajo që është prezantuar. Po jo, unë duhet bëj një nënpyetje. A e zgjidh kjo piramidë e re? Çfarë zgjidh? Zgjidh problemin e sëmundjeve kronike, zgjidh problemin e diabetit, zgjidh problemin e hipertensionit, të kancerit, depresionit. Ne kemi rreth 42 milion njerëz në botë që vdesin nga probleme si pasojë e ushqimit. A zgjidh problemet hormonale? Jo, sepse piramida ushqimore flet për një njerëz mesatar dhe ignoron të gjitha dallimet biologjike të njeriu. Në realitet ne nuk ekzistojmë njësoj. Ne kemi metabolizëm të ndryshëm. Ne kemi mikrobiom të ndryshme. Ne kemi stil të jetës të ndryshme. Ushqimi që mua më shërben shumë mirë, ty të dëmton. Dhe piramida flet si një lloj koncepti që njerëzit duhet të jenë brenda që duhet të konsumuar. Nuk flet për grupe ushqimore. Ne duhet të flasim për grupe ushqimore. Si do të ushqet sportisti, si mund të ushqet një fëmijë, një sëmur, nëna ime, një njerëz i moshuar. Ajo flet për këtë gjë. Trupi nuk ka nevojë për të. Trupi ka nevojë për problemet për të shikuar kush janë sinjalet hormonale që ndikojnë te ushqimi, ose ushqimi si ndikon. Si lehtësohet inflamacioni nga trupi jon, dhe ushqimi a ndikon apo jo. Si lehtësohet ngarkesa glicemike dhe problemi i hemoglobinës së glukozuar, të cilin e kemi shumë të lartë, e kemi një nga problemet më mëdha. Si mundet të ulim leptinën? Si mund të aktivizojmë ose të rregullojmë kortizolin? Tek mua më rregullohet ngrënia e kortizolit, tek ty jo. Pra dihet qartë, ushqimi nuk vepron direkt tek ne. Ushqimi është një mekanizëm edhe biologjik, po ndikon nëpërmjet mikrobiomës. Është ai magazinimi kryesor që futet në zor dhe fillon të ndahet dhe fermentohet dhe fillon pastaj dalin. Dhe kjo duhet bëhet në profil unik bakterial. Pra në bazë se të gjithë ne kemi një profil unik bakterial sipas shenjave edhe si gishta. Siç kanë shenjat e gishtave, ashtu e kemi. Dhe ka ardhur koha që ne nuk duhet të merremi me piramida të përgjithshme. Duhet të merremi me profil unik bakterial. Tani dikush ka një disbioz nga një ushqim, dikush prodhon më shumë gaz metan, dikush ka merr energji nga një ushqim, dikush merr inflamacion dhe fryrje, dikujt i bën mirë. Po kjo piramidë pse nuk flet për proceset e ritmit cirkadian, që janë shumë determinante, nuk flet për stresin, për kortizolin, nuk flet për agjërimin, nuk flet për dritën e diellit, nuk flet, pra piramida nuk flet, është thjesht një tabelë. Pse erdhi e tani? Pse u përmbys tani? Pse e sollën tani? Pse e përmbysën në 92-shin, e sollën tani? Kjo është simbolik. Është simbolik politike, ashtu siç mund bëj gjithë administrata në Shtetet Bashkuara të Amerikës e presidentit Trump, është një simbolik midis tjerave, duke thënë që ne do ndryshojmë dhe këtë, do japim diçka më të re. Faktikisht ato janë udhëzime, nuk është një piramidë. Ato bëhen çdo 5 vjet Shtetet Bashkuara të Amerikës, është me ligje detyruar,
në 2020 dhe në 2025 dhe tani po bëhet 2026 në 2030. Rekomandimet ushqimore, rekomandimet, jo ligj, rekomandimet ushqimore që i thuhet popullatës. Dhe është rekomandimi i vitit 2026-2030 që edhe po se bënte presidenti Trump, kushdo president duhet ta bënte. A do pranonte këto lloj piramide ose jo? Këtë nuk din ta them. Po USAID dhe të tjerët edhe shumë shoqata të tjera të Bashkuara të Amerikës kanë vite që thonë duhet hequr si piramidë dhe patjetër është dëgjuar. Por faktikisht nuk kemi nevojë për skema universale. Ne kemi për profil ushqimor të personalizuar në bazë të sëmundjes, të moshës, të gjinisë, të aktivitetit fizik, të peshës që ka personi, të mikrobiomës të nivelit të stresit. Ne kemi nevojë për një profil ushqimor për problemet të hormoneve, sepse ushqimi në fund fare është një lloj terapie. Nuk është thjesht hajde po flasim ne, pra nuk është ideologji dhe komunikim. Kjo unë të thash është një simbolik. Në konceptin tim është një simbolik. Ushqimi duhet të jetë personalizuar në bazë të një personi. Tani që është krijuar për këtë. A do jetë rezultative? Unë dyshoj jashtëzakonisht shumë. Në qoftë se duhet të luftohen, kompanitë industriale nuk luftohen kështu. Luftohen në burim. Si? Vendoset një ligj dhe fillohet komunikohet. Thuhet për shembull që pijet freskuese duhet të ulin 1.5 gram sheqer në pijet e tyre. Iku e para. Të gjitha ushqimet që janë me nivele të larta kripe duhet ulin 0.5 dhe në 2.5 nivelin e kripës së shtuar. Ne kemi 22.000 aditiv sot në ushqim, nga 9.000 që kishin para ca dekadave. Pse nuk bëhet luftë? Kur mos harroni, rreth 12.000 aditiv janë pothuajse të parëndësishëm. Janë vetëm të rëndësishëm për industrinë ushqimore që të uli çmimin, të uli kostot dhe të rrisin datën e skadencës. Pse nuk merret kjo administratë dhe të tjerat që do të vëjë rregulla dhe ligje këtyre, këtu duhet luftuar, të ulet niveli i aditive, i 22.000 aditive dhe helmeve që vinë në ushqimin tonë, të ulet niveli kripës dhe i sheqerit gradualisht. Jo të mbyllen industritë, unë s'tem të mbyllen, por të ulet, për shembull në Suedi është bërë. Mund të jetë një fillimi një epoke të re, pra përderisa në piramidë, në këtë sugjerime, thuhet që të largohemi nga ushqimet e përpunuara, të drejtohemi real food ushqimeve të vërteta. O e nderuar, vendet nordike kanë bërë vitet 95-2005 këtë që po bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe rezultati në popullat është përsëri dobët. Han përsëri hamburger, patjetër shoqëria në Suedi është shumë herë më e shëndetshme se në shumë vende të tjera të botës. As nuk e diskutojmë. Po sëmundjet kronike përsëri janë shumë të larta, sepse njerëzit nuk mbështeten fare tek piramida. Kush nuk mbështetet tek piramida? Ata përsëri do vazhdojnë nga reklamat. Duhet ndaluar reklamat televizive me kohë të shkurtër. Duhet ndaluar internet për fëmijët që këto të bëjnë rezultate. Rezultati nuk është kam krijuar unë disa rekomandime dhe këto rekomandime ku do përfshihen. Përsëri njerëzit do han hamburger, përsëri njerëzit do shkojnë për fast food, kush do t'i ndaloj? I ndalon kush? Pse mos ndryshohet ky koncept? Po sepse është një gabim i madh. Prandaj nuk i ndalon dot kush tani, tashmë 30 vite. Po pse mos çfarë mendoni ju zonë që shikoni naivitet? O e nderuar, çfarë kujtoni ju në këtë naivitet? Ju kujtoni se diabeti ka ardhur nga kjo piramidë? Po çfarë theni? Diabeti nuk vjen nga një por nuk vjen një sëmundje, nga një faktor në zonë. Por vjen nga stresi. Çfarë duhet të prodhojë industria? Po dëgjom, se nuk ato janë rekomandime, nuk kanë vendime ligjore që çfarë duhet marrësh. Ata thonë të hash 1 2 3 4 sipas rekomandimeve. Unë them vendet nordike kanë bërë këtë 20 vjet para. Ai flet në grupe, nuk flet 1 2 3 4, okay, por nuk po e mbroj, se ne të gjithë e dim që duhet të kemi një qasje të re me trupin me natyrën në ushqim. Kanë bërë 20 vjet përpara dhe janë akoma më përpara se këto piramide që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kuptoni apo nuk e kuptoni? Dhe niveli i situatës përsëri kronike të sëmundjeve as u eliminua diabeti as zgjidhje, sepse nuk është kjo zgjidhja. Shumë njerëz e kanë hedhur zgjidhje në formë tjetër më të lartë. Kjo nuk është zgjidhje. Këto janë rekomandime. Rekomandimet nuk respektohen. Respektohen vetëm nga 5 deri në 10% popullatës. Janë studime, 4 studime të mëdha. 5 deri në 10% e popullatës i respektojnë. Kot piramidat nuk duhet të ekzistojnë fare. Është kot. Patjetër e ka në dorë individi për të patur qasjen e tij me ushqim, me trupin me aty. E ka në dorë gjithë secili prej nesh. Po kjo është demagogji më të nderuar, është thjesht simbolika. Unë e lexoj në këtë formë, të paktën të njerëzit të kuptojnë që duhet të largohen nga ushqimi, nga sheqernat. Njerëzit e kanë kuptuar, po kush nuk e di që s'e ka kuptuar. Po kush nuk e di? Të gjithë e dinë që duhani është i dëmshëm. Apo shitet duhani. A e diti që duhani është i dëmshëm? A e dini ju që një freskuese është sëmundje bazë kryesore në gallës? A e dini që pije energjike shkakton probleme të rënda? A e dini që sheqeri është një helm dhe kalon dhe drogën? Pse nuk merren masa për problemet e tyre? Sa janë industri të cilët prodhojnë $100 miliardë.
qindra miliardë dhe kanë njerëz të cilët i paguajnë kudo në gjithë administratat botës. Kto janë demagogjira, nuk luftohet shumë. Rrugët janë të qarta. 2-3 nga 3 specialistët kryesorë që sot janë botë që kanë dalë kundër jo kësaj, po piramidave e kanë thënë idenë se si duhet rregulluar deri në 2035 në botë ulje sheqerit, ulje kripës, ulje sëmundjeve të diabetit. Nuk e shërojnë të diabetin. Diabeti nuk vjen si faktori një piramide apo një rekomandim. Diabeti vjen nga gjumi i keq, nga problemi i stresit, nga niveli i kortizolit, nga helmet toksike të cilët janë të jashtëzakonshme në treg, nga niveli i lartë i aditive, nga distabiliteti problemeve hormonale, nga niveli i konsumimit të sheqerit, po ashtu edhe nga ushqimi, pse jo, nga jeta që po bëjmë sedentare, por në piramidë nuk mund të zgjidhni sëmundjet. Ne do të zgjidhim sëmundjet apo do bëjmë komente dhe do të bëjmë simbolika, themi, shiko kjo është më e mira, por ne të dim që është më e mira. Në vitin 1994 është një libër një autori nga më të famshmit, të cilët e ka folur këtë gjë shumë herë më mirë nga çfarë sot për shembull ka administrata Trump. E çfarë të re kemi këtu? Në 94 me 2025 kemi ndryshim të madh. Unë kam qenë kundër që në fillim parimeve të gjithë këtyre piramidave, se janë inekzistente dhe nuk funksionojnë. Janë vetëm për dietologët, për t'i dhënë njerëzve dhe për të ushqyer disa ushqime. Edhe në shkollat kudo në Europë, edhe në botë, asnjë nga piramidat nuk respektohet. As në spitale nuk respektohet, as në burgje, ku nuk i respektohet nga institucionet shtetërore nëpër botë, në shumicë të rasteve piramidat janë kot. Janë kot pa asnjë lidhje dhe nuk kanë funksion fare mbi jetën tonë. Ne duhet kemi ushqim të personalizuar dhe qasje të personalizuara. Ne duhet bllokojmë industrinë ushqimore duke ulur nivelet e kripës, sheqerit, vajrave industriale të cilët po shiten dhe po subvencionohen në ca raste. 2 kompanitë më të mëdha që prodhojnë qindra miliard dollar vetëm nga vajrat industriale që sot po skuqen patatet, janë të financuara nga dha institucione në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku pritet burimi? Që mos i jepet atyre 40 dhe 50 milion dollar subvencionime për të prodhuar vaj vegjetal. Mos i jepet disa kompanive të industrisë sheqerit subvencionime. Mos i jepet disa të pijeve me gaz disa lehtësim taksash. Jo, duhet shtrënguar radha dhe duhet ulur sheqeri, aditivet, ngjyrosësit, kimikatet që ne kemi në ushqim. Në Bashkimin Evropian, ai dini para sa muajve u vendos që për 10 vjet përdoret glifosfati në drithra. Për 10 vjet të tjera, ku glifosfati është një nga kancerogjen sot i vërtetuar. Pse? Se një nga kompanitë më të mëdha botës finanson lekt pa imagjinueshëm në Komitetin Evropian dhe kudo. Si mundet ta falimentojnë ato kompani? Atëre, këtu nuk kemi të bëjmë jetën e shëndetin e popullatës si primare. Kemi të bëjmë interesa politik dhe financiar. Dhe pastaj me simbolik. Duhet ndalohet, duhet ndiqet një strategji tjetër. Kjo strategji është e gabuar dhe s'ka për të sjellë asnjë gjë. Qartë. Mirë, faleminderit Altin për faleminderit, falni që unë nxeha, po unë flas me emocion, jo se unë nxeha, po është shpërtimet e mia që pasioni profesionit. Po ishte shtëruese dhe shumë i qartë dhe i saktë në mendimin që the. Faleminderit dhe të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit, ju shëndet. Faleminderit gjithë për bisedën e sot me Altin Jog, do ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube në Rrezë Dielli të dyja bisedat. Faleminderit dhe ju për vëmendjen tuaj, shihemi nesër.